Në gjimnazin 28 nëntori në Shkodër u prezantua antologjia letrare Flatrat e 28 nëntorit e përgatitur nga kursantët e shkollës së drejtorëve pranë këtij gjimnazi. Ky aktivitet tërhoqi interesimin e veçantë të gjimnazistëve, mësuesve, krijuesit letrar dhe lexuesve, pasi antologjitë letrare janë përzgjedhje që gjithnjë tërheqin vëmendjen e një rrethi të gjerë krijuesish, studiuesish dhe lexuesish. Dy nga kursantët e shkollës së drejtorëve, Ermira Hoxha dhe Senada Demushi, kanë punuar jo vetëm për të dëshmuar nivelin e përgatitjes së tyre, por edhe për të lënë këtij gjimnazi dhe jo vetëm një vepër të vlefshme. Ne bëjmë praktikat në shkollat më të mira të qytetit, kena ndërtuar një antologji letrare me krijimin e të gjitha llojet gjinit letrare. I kena përfshirë kjo antologji letrare, e cila mendohet lehet trashëgimi dhe të vazhdohet nga brezat me radhë. Demushi thotë se kanë studiuar së paku krijimtarinë letrare të 32 autorëve për përgatitjen e kësaj antologjie, ndaj ajo përbën një kontribut të admirueshëm letrar. 32 autor të rinj me ese, mbretëlënce, filozofike, argumentuese, poezi, proza shkurtra poetike. Kena dhe surprizë 4 mësuese të letërsisë që janë bashku për çejf me nxënësit, se dhe kena ftuar 4 mësuese të cilat këtë vit dalin pension për të lënë një gjurmë të kjo antologji që do të jetë për gjithë shkollën e brezat me radhë, pasuri, besoj me shumë vlera. Nga të pranishëm në këtë aktivitet, antologjia letrare Flatrat e 28 nëntorit u vlerësua si një botim që jo vetëm evidenton në proces krijimtarinë letrare artistike në Shkodër, por është edhe një model se si mësuesit e shkollës së drejtorëve mund të angazhohen konkretisht me projekte masive. Shkolla e drejtorëve është një program e Ministrisë së Arsimit i viteve të fundit që ka për qëllim kualifikimin e mësuesve që aspirojnë të bëhen drejtues shkollash.